Po mendoj që në rast se domosdoshmë bëhet prolongimi, le të themi, i krijimit të qeverisë, ajo që ka më shumë të mund të hubë Kosova është mos përfshirja e saj në agjendën e ardhshme të mbledhjes së Këshillit të Evropës, ku mund paraqitej si vend kandidat potencial për të anëtarësuar aty. Dhe natyrisht ne ende nuk edhe pse nuk e kemi ende të qartë, ekziston ende në qeverinë e re gjermane vetoja për asociacionin. Dhe nëse kjo qëndron, të është bukur problematike se ne në vend që të kemi një qeveri të re, dhe të ketë një qëndrim të ri për asociacionin, ku praktikisht do të shkonte në gjykatë kushtetuese dhe rrjedhimisht do të plotësoj ky kushti i vetës që ka vendosur Gjermania për anëtarësim në Këshillin e Evropës, do të krijojë klima dhe kushtet potenciale për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Ne përveç që s'po krijojmë atë klimë, edhe pe i bëjmë autogollave vetvetes, po krijojmë probleme në krijim të institucioneve, gjë që është një mendësi e le të themi këtyne formave qeveritare të atilla që janë më tepër për të mbrojtur, le të themi, interesat partijake, politike, se sa mendësia për të ruajtur më tepër pushtetin se sa shtetin, dhe njerëz që mendojnë, le të themi, kështu janë politika të gabuar, sepse dikur e ka thënë presidenti, le të themi, Kennedy, gabimet politike në jashtme ta humbin shtetit, kurse gabimet politike në brendshme veç pushtetit. Pushteti s'ka herë rëndësishëm kur janë pyetje interesi shtetëror.